Jo, realisht, unë kam qenë e ftume me folë për statistikat pse jo 1500 lindje ma pak si vjetë në Kosovë. Po, grunë fjallë, zonën Ilirida e kom pas në mendje gjithmonë një ballafaqe me ta. Po nuk ka qenë momenti aj. Nuk jom kanë e pregadit me folë që kom dasht me i thonë. Edhe mu më kanë me që shumë sene, në mendje dhe në zemër që s'ko mujtë mi a thonë, po me që kom marrë shumë komente pozitive, më kanë mbështet njerëz edhe publikisht, edhe privatisht, edhe familjar, gjithashtu për një me jo më ka bo mu një mirë. Ideja dhe qëllimi jam nuk ka qenë asë një moment me ofendu, aq ma pak një gru, aq ma pak në emisione live, po sinqerisht edhe durimi ton ka njerë i vjen fundi. Zoja në fjallë ka ofendu disa herë, nuk e ka herën e parë, e dhash zotit ta ketë të fundit, të pak të në ofendimin publik. Për shkaqe që unë isha një ditë, realisht e kom pa dikun që një vajzës me mbulist, nuk jam shumë e sigurt, bashkë kisha dash dhe njerë mu ku fokusu ta video, i thota e shesa e shëmtume të ka bo shamia. Këshërë mu që shem. Pikresht. Edhe kisha qenë në venin e vajzës tjetër i kisha thonë, po këthau këshëre vetën njerë mojzoj. Ku është shëmtia këto, edhe qka po të pengon ty shamia jam, kur ti prapa vetës e ki një bagazh që krejt njerëz t'i irriton kur del në për media. Do thot ti nuk thu kur gjot meqme. Ti nuk e di askon e përfaqëson. Edhe unë u musha shumë lef edhe besom Zot, u kon lutja ma sinqert që kum boko në fundit, kum thonë, o Zot, mundësoma mu ballafaqu me këtë gru. Okej, kur e po qatë emision, ti e bone qëtë lutje? Qatë sekuencë. Sekuencë, okej. Unë e kom pa emisionet saj që u paraqit në për media, ka qenë tendenca në gjithmonë e fyrjes, ka qenë tendenca gjithmonë mi shkel musliman, po çuditërisht, përveç komenteve që tash rrjetet sociale janë bo shumë rrjet komunikativ që se cilit njeri jepet e drejta me u shpreh. Po të pak janë ata njerëz që janë 24 orë argat Facebookut edhe e njohin personalisht një person. Unë Zoën Fjallë nuk e kom njohë personalisht. Unë për Zoën Fjallë kom dëgju që është shumë e papërshtatshme në komunikim, është shumë e papërshtatshme në kontestin e asaj që gjithmonë mendon që ajo ka të drejtë, kur ta pyetësh për profesionin dhe kur ta pyetësh për statistikat dhe për faktet, thotë që unë jam eksperte për gjithçka. Të qenurit ekspert për gjithçka e dim kush është. Adin nuk ka koment për me logjiku kush është ajo. Na i dim sot qëllimet e medjave. Qëllimet e medjave sot janë për klikime edhe me të drejtë e kanë që atë punë e bojnë, pëse mos me kliku. Adin, leta bojnë që atë punë, ama unë pësim jam i fundit dje ka qenë që ju kom bo apel medjave që të pak të ndaloja një ofendimin në për emisione, aq më pak grave, se nuk e meritojmë. Anën tjetër, komentet që më kam bo pak me unikesh, pse ti je në nivel me ta, pse ti ke dal me debatu me ta.